Sot në këtë kompani, si në shumë kompani tjera, ka vende pune të cilat paguen absolutisht njësoj si në Europë. Dhe natyrisht, kur them në Europë, kam parasysh Europën fqinje, nuk kam parasysh Francën apo Gjermanin, po pa tjetër kam parasysh Greqin, kam parasysh Kroacin, kam parasysh njësër vëndesh. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se së bashku me ministren kemi dëshirë të flasim për se si gjithë ky realitet transformues edhe në sektorin e ndërtimit mbështet rritjen e vet tek ekonomia që rritet, ka probleme dhe problemet këtu në Shqipëri patjetër që janë më të mprehta në disa raste se sa që janë në vendet tjera. As nuk e vën diskutim që jo çdo gjë në sektorin e ndërtimit është e pastër, është e qartë si drita e diellit dhe është e çmuar si derisa e dhjetra mira njerëzve që japin jetë të sektorit. Por ama që këtë sukses evident të Shqipërisë, që këtë transformim të Shqipërisë që sektori i ndërtimit e bën të dukshëm, të prekshëm me njëherë sa po dikush vjen në Shqipëri, ta fusim në kornizën e krimit, është diçka e neveritshme dhe e papranueshme.